Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët të gjithë ju që jeni zgjuar në këto çaste dhe jeni fokusuar pranë ekranit të Channel One në hapësirën e Info Morning për t'u informuar si çdo mëngjes tjetër. Edhe sot jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e Channel One për rreth 50 minuta do të jemi së bashku në këtë ditë të martë ku data shënon 27 janar. Nisim në këto minuta të para me parashikimin e motit për të parë se si do të jetë ai në orët në vazhdim në qytetet kryesore të vendit, por edhe jashtë kufive sigurisht, e për t'u saktësuar me ndryshimet që kanë pësuar temperaturat, si në vlerat minimale të tyre ashtu edhe në vlerat maksimale. Megjithatë duket se ditët e fundit nuk është se ka ndryshime të ndjeshme sa i takon temperaturave në të dy vlerat e tyre, por që prezenca e diellit duket se është cënuar nga rreshje të herpashershme lokale, nëse mund të cilësohen të tilla në vende të ndryshme, në zona të ndryshme, jo në të gjithë territorin. Megjithatë mbetet për t'u parë se ç'do të ndodhë ditën e sotme, ne do të shkojmë për pak minuta, kthehemi më pas me të tjera informacione. Mirë, me njëherë pas parashikimit të motit, për pak sekonda do të shohim edhe ndryshimet që ka pësuar tregu i kursit këmbimit valutor në këmbimin e valutave të ndryshme në treg dhe kthehemi në studio me shtypjen e ditës. Nga sigla besoj e keni kuptuar, edhe unë e thash më herët, jemi në hapësirën tashmë të rëndësishme, do ta quaja, të shtypit të ditës, do të lexojmë për disa minuta me radhë së bashku titujt kryesor të gazetave të përditshme në vend, sigurisht paktën të disa prej tyre, nëpërmjet të cilave do të përcjellim tek ju padyshim edhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit, por edhe shkrime të ndryshme nga njëra e përditshme në një tjetër për ta pasuruar edhe më shumë kornizën informative nëpërmjet shtypit të ditës. Do të nisim si zakonisht me gazetën Shekulli, e cila sot hapet me titullin "Rihapet gara e mjekësisë, specializimet, ministrat Beqaj dhe Nikolla përgjigjen për shkeljet dhe për zgjedhjen e fituesve". Sqarohen pretendimet për parregullsi në specializimet për mjekësin. Ministri Beqaj tregon shpërndarjen e fituesve në rrethe. Nikolla premton ndërheqjen nëse vërtetohen shkeljet. Motej do të lexoni çmimi i karburanteve, sheikët e PD-s në protest me Benz 500. Demokratët blokojnë rrugët me vetura 5.000 kubikshe. Basha, Berisha, Mziu & me makinat luksoze që harxojnë deri në 25 litra benzin për 100 kilometra. Ish deputetët, ish drejtorët dhe drejtorët e bashkisë në krye të protestës. Në faqen 4 dhe 5.
Mëtej do të lexoni ku vend rrëzohet dekreti i nishanit për gjykatën e lartë në faqen 7. Krui vrau vullan gjatë një konflikti për pronën, rrezikon 40 vite burg. Opinion, Syriza dhe Demis Russos. Kukës, prokuroria zbardh grabitjen e familjes kosovare në vitin 99 në faqen 13. Intervista Edi Rama i kërkuan prokurorisë që të hetoj dosjen e 21 janarit. Tiranë rrihet barbarisht e reja dështon për dhunimi. Emrat e Majta plotson vendet bosh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zgjedhjet, Partia Republikane propozon Agron Dukën për kryetar bashkie në Durrës në faqen 10. Ishin këto edhe titujt kryesor të gazetës Shekulli për këtë ditë martë. Për lexuesin e saj, ne do të fokusohemi me të tjerë tituj, do të jemi me të përditshme në gazetën Koha Jon, shohim fillimisht kryetitullin e saj, makina Lulbasha dhe tanksi makin Berisha. Kështu hapet e përditshmja Koha Jon, referuar edhe protestës ditës djeshme, ku qytetarët së bashku me Partinë Demokratike, me opozitën në tërësi, fikën motorët e makinave për 5 minuta. Mëtej do të lexoni Shqipëri-Izrael, projekt për parlamentin e Gjelbërt. Intervista Rama, protesta e Partisë Demokratike e ullët, nuk ka monopole nafte, Tsipras e anulloi vetë vizitën në Tiranë. Opinion, 300 sekonda oksigjen nga opozita. Pak nga Tsipras për Edi Ramën, nga Andi Bushati. Zgjedhjet, Agron Duka shpall kandidaturën për në Durrës. Kontrollet e IQT-s, 281 pika karburantesh me probleme. Forum a ka shpres për çamërim, nga Gëzim Zilja. Koment, një standard në zbatimin e ligjit, nga Sadedin Çeliku. Ligji për plasje ku vend president rrëzohet dekreti i kontrollit të lartë të shtetit. Shohim mëtej, Koha Online, Elvana Gjata së shpejti me projekt të ri. Agnesa lë pas Miss Kosovën dhe Miss Shqipërinë. Shëndetësi, tensioni i lartë, kush është i rrezikuar, Parkinsoni, kush janë shkaktarët dhe si trajtohet. Zgjedhjet në Greqi, fundi i perëndive të politikës greke. Tsipras nuk pranon betimin përpara kryepeshkopit. Profil, kush është kryeministri i ri i Greqisë në faqen 10 dhe 11. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Koha Jon për këtë ditë martë. Fokusohemi me të tjerë tituj sigurisht. E radhës do t'jetë Gazeta Standard. Shohim fillimisht titullin e madh të saj. Në Ministri dhe Drejtori jasin ndahen 923 vendet e përkohshme të punës. Kush përfiton? Debati në kuvend, mazhoranca rrëzon dekretin e presidentit, Partia Demokratike ju dha fund reformës në drejtësi. Ligji i gjykatës së lartë për plas për DPS, debatet e plota në Komisionin e Ligjeve. Ndryshime në treg nga një shkurti pas energjisë dhe karburanteve, sa do të rritet çmimi i bukës. Dosja atentati kundër Emiliano Shullazit kalon për hetim te krimet e rënda. Për të kërkuar punë, shoqërohet në polici 24 vjeçari tentoi të futej në kryeministri. Bilet roft marrëzia nga Ertan Fuga. Flet kryeministri Rama bisedat me Metën lidhur me 21 janarin, Dzibraka nuk u zbulua nga gjermanët. Krimet dhe lustracionin, 100 intelektual në Europë nesër apel për parlamentin shqiptar. Ekskluzive Bashkim Shehu kam provokuar me dosjet e sigurimit ç'ndodhi me arkivin e babait në faqen 16 dhe 17.
Logos dhe art, ti nuk do të më duash kur si atë, suplement në faqen 13. 5 minuta makinat fikur, Basha nëse thirrjet nuk reflektohen, protestat vazhdojnë deri në ndryshimin e qeverisë. Vendimi për vitin 2015, projektet e fondit për zhvillimin rajonal, ja kush mund të ketë prioritet për të përfituar në faqen 10. Ishin këto edhe titujt kryesor të Gazetës Standard për këtë ditë sotme. Fokusohemi ndërkohë me të tjerë tituj sigurisht, kemi ende të tjera të përditshme për të fokusuar. Do të jemi me titujt kryesor të Gazetës Shqiptare, e cila sot hapet me kryetitullin Dyshimi 8.5 milion euro, trukimi, prokuroria heton futbollin. Ndeshja në Vlorë, organi akuzës mësyn në 8 kompani bastesh. Komisioni etikës në federat mblidhet për flamurtarit e UTA dhe Laçi Partizani. Idrizi i Vlorës, zbëhemi pjesë e llumit, klubi i Durrësit duhet të hetohet rasti. Motej do të lexoni, Agron Duka hyj në garë për Bashkinë e Durrësit, do të më mbështes edhe Partia Demokratike. Intervista, deputeti i Partisë Republikane me diu u konsultua me Lulzim Bashën. Edi Rama në Naime në spital privat mund ta përballoj. Tahiri, testi i policëve kusht për qëndrimin në detyrë. Specializimet, deputetët e Partisë Socialiste dhe Lëvizje Socialiste për Integrim kundër 2 ministrave. Një provim me zgjedhje me detyrim për profesionalet. Makinat fiken 5 minuta, Partia Demokratike, protestat nuk do të ndalen. Pullum Gjufi, shtyllat në Koman, City Vësh në Butrind. Pronarët në Berat, lista emërore që nga viti 93, problemet me dokumentet. Nga Fadil Nasufi do të lexoni ditë kujtese në një vit të vështirë për botën. Nga Xhelal Gjeçovi, debati mbi luftën civile. Këto ishin titujt kryesor të Gazetës Shqiptare. Ndalemi për të parë për të lexuar të tjerë tituj, do të jemi me të radhës të përditshmen Telegraf. Zbardhen emrat e kryebashkiakëve në qytetet kryesore. Prapa skenat, nisin alancat e fshehta për të përcaktuar kandidatët për qytetet e mëdha, emrit të Dukës si shtohen edhe ato të Tahirit në Vlorë, Majkos në Tiranë, Uldedajt në Shkodër e të tjerë. Ja surprizat dhe emrat e tjerë në Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, Shkodër, Lezhë, Fier, Berat, Malësi e Madhe, Elbasan, Gjirokastër e të tjerë. Detajet vinë në faqen 2 dhe 3. Kryeparlamentarët Meta Edelstein, Kuvendi i Shqipërisë dhe Parlamenti i Izraelit, Knesel, nënshkruajnë protokollin e bashkëpunimit dypalësh gjatë luftës së dytë botërore, shqiptarët kanë qenë streha e sigurt për hebrejt. Opinione dhe komente, Greqia dhe lëvizjet e mëdha popullore nga Vladimir Bishga. Kë përfaqëson Duka nga Ilir Vata. Mirëmbajtja e veprave energjitike nga Emin Musliu. Intervistë me Arian Gjonçën, qëllimi i reformës në arsimin e lartë është cilësia. Departizimi i saj dhe kërkimi shkencor, akreditimet, pranimet në universitet dhe vizioni për të ardhmen. Kolegji i mjekëve kirurg përse hesht Ministri i Shëndetësisë dhe çfarë fshihet pas testimit, është koha që Beqaj të japë dorëheqjen. Drejtësia shqiptare, kontrolli i lartë i shtetit, shkeljet financiare arrin 11.2 miliard lek, ndërkohë Këshilli i lartë i drejtësisë, ankimet dhe vlerësimet për 18 gjyqtar, Astrid Leka ja e vërteta e spitalit të Librazhdit. Shoj mëtej, Lulzim Basha dje nisi dita e parë e pranverës së protestave për të drejtat e nëpërkëmburat të qytetarëve në faqen 6. Automjetet shtetërore, 1140 vetura, zjarr fikse, ambulanca dhe makina ushtarake kanë 15 vjet pa kolaudim dhe pa siguracion.
në faqen 6. Emigracioni shqiptar, pengesat që duhet të kapërcejnë emigrantët për të marrë pasaportën gjermane, ja kushtet në faqen 18. Kemi përfunduar këtu edhe së lexuarit titujt kryesor të gazetës Telegraf. Për t'ja lënë radhën një tjetër të përditshme, do t'jemi ndërkohë me titujt kryesor të gazetës Tema. Shohim titullin kryesor të saj, një portret i Tsipras, radikalët e majt, koalicion me ekstremistët e djathtë, në faqen 12 dhe 13, referuar pra edhe kryeministrit të ri të Greqisë, Tsipras. Shohim më tej, kujtime nga Auschwitz, kam refuzuar të vdes, në faqen 15. Antena brenda familjes, ku nati mbledh raportimet për protestën e makinave. Braho, pakti detar me Greqin do të rinegociohet, në faqen 3. Editorial nga Mero Baze, as 5 minuta nuk e pranoi për lider. Nga Andi Bushati, pak nga Tsipras për Edi Ramën. Bashës i dështon protesta me fikjen e makinave, në faqen 6 dhe 7. Imamët shqiptar të arrestuar mbështesin sulmin terrorist kundër Charlie Hebdo, në faqen 11. Avokati i 21 janarit, shteti është përgjegjës dhe duhet të paguaj dëmin, në faqen 10 dhe 11. Nga Ilir Demalia do të lexoni përse nuk duhet të flasë Bashkim Shehu. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Tema për këtë ditë sotme. Radhës do t'jetë Gazeta Shqip, shohim kryetitullin e saj fillimisht e sigurisht më pas të gjithë titujt shoqërues. Vendoret, opozita hap lojën me emra, ish socialisti deputet i Partisë Republikane fillon fushatën, por baza e Partisë Demokratike ka rezerva. Mazhoranca pritet të rikandidojë Ivan Gjyqdakon për herë të tretë. Mediu shpall Dukën kandidat për Durrësin dhe fut në telashe të majtët e të djathtët. Më tej do të lexoni Syriza dhe një krahasim grotesk me Shqipërinë, nga Skënder Mingjozi. Intervista Rama me LSI-n jemi një forcë, do t'i japim kryetar Tiranës. Po sikur të ishim Greqia, një shkrim nga Sokol Shameti. Qeveria i ofron zyrë Sali Berishës, vendimi për t'u dhënë ambjente 4 ish presidentëve në ish selin e Komisionit të Shërbimit Civil. Raporti mbi popullimi i burgjeve në Rogozhin flen me turne. Tsiprasi si kryeministër do t'jetë ndryshe nga Tsiprasi i deritanishëm, nga Mustafa Nano. Mazhoranca rrëzon 2 dekrete të Nishanit brenda një dite, në faqen 7. Protesta për çmimin e naftës, Partia Demokratike bllokon rrugët, në faqen 4. Taksa Putin rrezikon shtrejtimin e bukës, rritet çmimi i miellit, prodhuesit qeverisë. Heqja e TVSH-s është zgjidhja. Nuk raportuan për dritat, Ministria e Arsimit dhe Sportit ndëshkon drejtorët. Superioria, flamurtari i Teuta, Prokuroria e Vlorës hap hetime për trukim. Shohim tani dhe shkrimet të ndryshe, shëndet si të bjesh në pesh vetëm duke pirë ujë. Personazh, historia e super sniperit amerikan, në faqen 18. Në faqen 19 do të gjeni turizëm, vendet ku nuk ka siguri për shëndetin. Me shkrimet të ndryshe, kemi përfunduar së lexuari edhe titujt kryesor të gazetës së përditshme Shqip, për t'ja lënë radhën sigurisht të tjerë titujve. Një tjetër të përditshme, do t'jemi me gazetën e përditshme politike në fakt, gazetën Integrimi, takimi Meta Edelstein, kreu i kuvendit takon homologun izraelit, miqësi dhe mirënjohje mes 2 vendeve. Edelstein, shqiptarët e kanë treguar se humaniteti dhe vlerat njerëzore janë të rëndësishme, në faqen 3. Betohet Tsipras nis puna për formimin e qeverisë, reagimet ndërkombëtare për fitoren absolute të Syrizas.
Shoj mëtej, Ministri i Drejtësisë pret ambasadorin e SBA-ve, Nasip Nacho dhe Donald Lu janë në një mendje, prioritet madhor, drejtësia. Edmond Haxhinasto, 2 vendet, tani lehtësira për biznesin dhe udhëtarët, takim me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, të konkretizojmë marrëveshjet. Koment për kujtimi i viktimave të holokaustit, kur kujtohet e kaluara, nuk gabohet në të ardhmen, nga Ilir Sinanaj. Valentina Leska i zgjidhet zëvendës presidente e Asambles Parlamentare në faqen 11. Komisioneri për zgjerimin Han shohim për kushtim dhe vullnet nga ana e mazhorancës në kuvend. Këto ishin titujt kryesor të përditshmes politike integrimi, radhës do t'jetë një tjetër gazet, do t'jemi me titujt kryesor të Mapos në fakt, vendorët, kryetarët që digjen nga ndarja e re blokojnë zgjedhjet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se nga 383 bashkie komuna, 183 prej tyre nuk kanë paraqitur hartat e qendrave të votimit dhe informacionin e kërkuar. Problematike qarqet e veriut, drejtuesit vendor të painteresuar për zgjedhjet për shkak se nuk do të rizgjidhen. Të majtët heqin dorë nga shumica, propozojnë 3 emra për antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kompensimi i shpronarët 100 milion lek më shumë nga legalizimet. Fitoria e Cipras, zhej sa rrezikon Greqia nga marrëzia e dëshpërimit. Rama negociatat me familjarët e viktimave të 21 janarit. Bashkim Shehu nuk dua që libri të shihet si pornografi politike. Intervista Jamar Bër Maltezi, për mua Basha rikandidon në Tiranë. Letra nga Qelia, imamët nga burgu 313 mbështesin sulmin terrorist në Francë. Djali nga Pulja nderohet me honoris causa në Tiranë. Detajet i gjeni në faqen 2. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Mapo për këtë ditë të martë, ndërkohë radhës do t'jetë e përditshmja politike. Gazeta Rilindja Demokratike fokusohemi edhe në titujt kryesor të saj, është fillimi i fundit të Ramës. Basha nëse nuk reflekton protesta deri në ndryshimin e qeverisë. 5 minutëshi i Ramës nga Bledi Kasmi. Shqipëria e bashkuar në protest kundër taksave të larta. Bllokimi i Ramës nga protesta në kanalin e Doganës. Një opozitë e re është bashkuar opozitës politike nga Ferdinand Veliu. Nuk është lojë lehtë për Robin Hood nga Spiros Moskovo. Kontrolli i lartë i shtetit 80 milion euro dëmje ekonomik në buxhet në vitin 2014. Ermal Hoxha në servisin e makinës për kokainë. Në kushtet shnjërzore, 1340 vet në qeli flen për tokë e meturne. Prodhuesit, çmimi i bukës do të rritet në 1200 lek në faqen 10. Ishin këto titujt kryesor të përditshmes politike gazetës Rilindja Demokratike. Radhës në këto çaste do t'jetë një tjetër e përditshme, do të fokusohemi me titujt kryesor të Tirana Observer. Rama Meta nuk e pengon zbardhjen e 21 janarit. Familjarët e viktimave duan drejtësi, jo dëmshpërblim nga qeveria. Shohim opinionet e ditës, zgjedhjet greke si shprehje e krizës së brendshme nga Luan Kurti. Opinioni i radhës vjen në titullin Hakërrima e Ali Aslanit i Gajas krye bashkiakët nga Fatbardh Rustemi në faqen 13. Po Kongresin e Lushnjës a e njeh Partia Demokratike nga Naun Kule. Cipras betohet para Papuljas, Rama jap se nuk erdhi në Tiranë. Protesta për naftën, bllokohen rrugët, drejtuesit e automjeteve fikin për 5 minuta makinat. Dosja shantazh 23 vjeçarit gej me fotot intime në gjyq 2 të rinjt.
Mjekësia, Partia Demokratike, nepotizëm me specializimet, Nikola jap dorëheqjen nëse keni prova. Shëndet, djersitjet e naftës, sëmundjet që paralajmërojnë dhe kur duhet të shqetësoheni. Në faqen 17. Profil Simon Vicental, gjahtari i kriminelve nazist. Dosier, homazh për atdetarin e shquar Gjon Perjaku. Intervista Ndue Dragusha, shkollat dhe edukimi i fëmijëve, në faqen 15. Ishin këto edhe titujt kryesor të gazetës Tirana Observer për këtë ditë martë. Për lexuesin e saj ne do të fokusohemi me të tjerë tituj sigurisht, por do të jemi në pjesën e dytë të shtypit të ditës, pikërisht me titujt nga zhvillimet sportive, duke lexuar kështu edhe gazetat e përditshme sportive në vend, sigurisht paktën disa prej tyre. Do të jemi fillimisht me gazetën Gol, e cila sot hapet me kryetitullin Reagimi i Hasanbelliut, kush po i blen ndeshjet. Presidenti i Teutës kalon në kundër sulm duke akuzuar se flamurtari mund të ketë bler ndeshjen me që fitoren e mori klubi Vlonjat. Prokuroria e Vlorës fillon hetimin për flamurtari Teuta. Stadiumi, projekti Loro Boriçi harrohet plotësisht. Pas akuzave, Komisioni Etikës mblidhet sot për flamurtari Teuta dhe Laçi Partizani. Dëmtimi, tjetër goditje për Milanin, El Shaarawy rrezikon sezonin. Thohir Mancini do të qëndroj gjatë tek Zikaltrit. Humbja me Torinos është pritur as pak mirë nga presidenti i Interit. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Gol. E radhës do të jetë një tjetër e përditshme sportive. Do të jemi me titujt kryesor në fakt të gazetës tjetër të përditshme sportive Sport Plus. Shohim kryetitullin e saj, Prokurori Federata Shqiptare e Futbollit, hetim ndeshjeve. Demelo, një Baloteli për flamurtarin. Shohim më tej opinion edhe në qoft u mbuloft nga Alfred Leshi. Reagimet, Safet Gjitsi ka tolerime, por të mos e teprojmë me kritikat. Teuta, Hasanbelliu jam i hapur për hetimet. Iglitare për Zë Galianin nga tribuna. Dyshimet vazhdojnë, Daniel Godelli nuk e ka kryer testin B. Arben Kuçana medalje bronzi në turneun e Kuvajtit. Superliga, Skënderbeu josa titullin në ndeshjet direkte. Edhe për Laçi Partizani mund të nisin hetime. Tirana Flamurtari, stadiumin e vendosin tifozët. Itali, Inzaghi në fije të perit, Lazio mbetet mundësia e fundit. Pep Guardiola habit, Bayerni ishte një ëndër. FIFA nis hetimin, Reali mund të dënohet si Barça. Mourinho Rodgers sot armiq për një vend në finale. Në faqen 14 dhe 15. Ishin këto titujt kryesor të përditshme sportive Sport Plus. E radhës do të jetë Express Sport me titujt kryesor të saj, sigurisht zhvillime sportive, trukimet në prokurori, hetimet për flamurtarit e Teuta drejtohen nga Ramadan Troci, njeriu që arrestoi Fullanin. Akuza e prokurorisë Vlorë, trukim ndeshjesh e përfitim financiar, ja dënimet e mundshme. Në Shkodër dyshojnë për tolerim me Kuksin, alarmohet Vllaznia. Skënderbeu josa një start i bukur, por merkaton nuk e kemi mbyllur. Morina, aleancat ne do na shihni në fush. Gjitsi, bëjmë diferencën, titullin e meritojmë. Legionari, sirena austriake për Hamdi Salihin. Juventus afron firma me Zazën, Raiola, Pogba vlen më shumë se CR7 dhe Messi. Inter, Thohir, habit edhe nëse mbetemi pa Champions, nuk ka asnjë problem. Angli, Van Persie, trem djajt e kuq, se din nëse do të qëndroj tek Manchesteri. Gjermani, Pep, Sher me Zamer, prapaskena e një lam të mire të vendosur. Berlusconi vendos të investoj, tifozët në kor, largo Galianin. Kupa e Italis, sot Milan-Lazio, ora 20:45. Operacioni çani drejt Lidsit, formula e huazimit me detyrim blerje. Vjen faqen 9 me të tjera detaje. Humbi 11 metrëshin, Buljan jam ndjeri ofenduar nga tifozët. Kapiteni Kurbinas, presioni ishte i madh, barazimi s'është fundi i botës.
Ndeshja e dyshimit në Laç tek Partizani e kalojnë në heshtje në faqen 3. Ishin këto edhe titujt kryesor të përditshmes tjetër sportive Sport Express. Ne këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, jo vetëm me të përditshmet sportive dhe me zhvillimet nga bota e sportit, por njëherësh me shtypjen e ditës së sotme. Kemi lexuar së bashku titujt kryesor të disa prej gazetave të përditshme në vend, ku sigurisht nëpërmjet tyre kemi përcjell drejt për drejt edhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit për gjithë ju që i keni humbur, por padyshim që shkrimet e ndryshme, opinionet e ditës, komentet, editorialet nga njëra e përditshme në një tjetër e pasurojnë akoma edhe më shumë këtë hapësirë informative, besoj të nevojshme për gjithë secilin prej nesh në orët e para të mëngjesit përpara se të dalim nga shtëpia. Kemi pak hapësirë publicitare, jemi sërish së bashku në studio me tjera zhvillime të rëndësishme. Jemi sërish së bashku në studio, këtë radhë në një tjetër hapësirë të rëndësishme, është bloku i zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit, ndoshta për gjithë ju që i keni humbur për arsye të ndryshme edicionet e lajmeve dje. Nisim me njëherë pa humbur kohë, Armo, një katastrofë natyrore që nuk preket nga asnjë qeveri. Ndotja që shkakton kompania e përpunimit të naftës vazhdon të mbetet një nga çështjet më të nxehta të mjedisit. Channel One hetoi për një tjetër skandal abuzimesh që mban të mbërthyer Armon. Bashkimi Europian ka akorduar 2 milion euro për ndërtimin e impjantit të përpunimit. Bashkimi Europian ka kërkuar llogari për fondet, por historia duhet të jetë kthyer në një çështje të pambyllur financiare. Për këtë çështje, Channel One i është drejtuar zyrës së delegacionit të Bashkimit Europian këtu në Tiranë. E shohim bashkë. What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Këto pamje skandaloze që Boshini i përkasin rafinerisë së përpunimit të naftës që administrohet nga kompania Armo. Ndotja mjedisore është jashtë çdo kontrolli. Pikërisht për ndotjen që po shohim në pamje, delegacioni i Bashkimit Evropian para disa viteve ka akorduar një fond prej pothuajse 2 milion euro për ndërtimin e impjantit të pastrimit të ndotjes. Sipas të dhënave që disponojmë, diçka u ndërtua, por totalisht shumë larg projektit dhe cilësisë së kërkuar. Aq sa dhe kompania që e mori në koncesion Armon aso kohe, Taci Oil, refuzoi ta marrë në dorëzim këtë objekt. Sipas burimeve konfidenciale, disa herë zyra e Bashkimit Evropian në Shqipëri i ka kërkuar serime Ministrisë së Mjedisit për menaxhimin e këtij projekti. Por shkresat e dërguara nga drejtori i inspektimit aso kohë zoti Deshati në adresë të shefes së kabinetit të ministrit zotit Mediu nuk dha ndonjë rezultat. Investitori, pra Bashkimi Evropian, interesoi se në çfarë ishin punimet e këtij projekti ku ishin investuar nga ana e tyre pothuajse 2 milion euro. Por qytetarëve nuk i intereson as Armo, as politika dhe as 2 milion eurot. Ndotja e mjedisit në zonë është një vdekje avash dhe ditë për ditëshme e tyre. Ky fshati jonë nuk ka njohur asnjë lloj përkraje më të vogël. Për arsye, me këtë ndotje që kanë kaluar, shihni ndotjen e fshatit tonë. Edhe analizat që kemi bërë para 2-3 vjet, po thoj 50 deri në 60% ose 70% janë me karbon gjak. Edhe banorët e zonave përreth janë të ekspozuar ndaj intoksikimeve. Por edhe sot, që kompaninë e ka marrë një konsorcium nga Azerbajxhani, situata është e njëjtë. Edhe azerët e kanë lënë në të njëjtën gjendje mjerame. Ndotjet pej normave dhe asnjë lloj investimi. Ndodhemi jashtë ambienteve të zyrave të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Kemi ardhur për të sjellë këtë shkresë, ku i kemi bërë disa pyetje zyrave të këtij delegacioni. Dhe më konkretisht, neve interesohemi të dimë sa është fondi që delegacioni i Bashkimit Evropian ka dhënë për kompaninë Armo, cili ka qenë destinacioni i këtij fondi. Kush e ka ndjekur nga ana e delegacionit ecurinë e këtij projekti, a ka vajtur në destinacion ky fond, dhe tjetra, a ka hasur probleme me realizimin e këtij projekti. Këtë shkresë, pyetjet me kërkesën për prononcim, ja sjellim zyrave të delegacionit të Bashkimit Evropian.
Në fakt, Channel One nuk do të ndalet për të mësuar destinacionin e vërtet të 2 milion eurove, një fond i akorduar nga Bashkimi Evropian, pikërisht për ndërtimin e implantit për përpunimin e mbetjeve nga linja e prodhimit të naftës. Ne sa kaq shohim të tjera zhvillime të rëndësishme të ditës së djeshme. Për 5 minuta drejtues të automjeteve në Tiranë dhe disa qytete të tjera kanë fikur makinat në shenjë proteste për çmimin e lartë të naftës dhe të benzinës. Drejtuesit e opozitës kërkuan uljen e taksës së qarkullimit dhe paralajmëruan qeverinë se do të përballet me pranverën e protestave për ta detyruar të ndryshojnë kursin e reformave ekonomike. Shohim materialin e Bërgati. Zoti Basha, ju do e fikni makinën tuaj? Sigurisht, e janë dhe ju mene. Mendoni se bllokimi i trafikut do të mërzisë qytetarët që s'duan protesta? Jo, të gjithë qytetarët duan protesta. Me gjë një qytetar, përveç Edi Ramës, të gjithë duan. Opozita drejtoi protestën me makina për të detyruar qeverinë të ulë taksat e karburanteve. Drejtuesit e mjeteve fikën për 5 minuta makinat në qytetet kryesore të vendit, por edhe në akset kombëtare. E fikët motorin 5 minuta? Jo. Po patjetër që po, ishim të Vasil Shanto kur ishte ora 11 dhe e fikëm për 5 minuta. Sepse çmimi është shumë i lartë në fakt i naftës. E fikët motorin sot 5 minuta? Patjetër. Në shenjë çfarë? Për çmimin e naftës? Patjetër për çmimin e naftës. Po. S'kam patur mundësi ta fikse kam që duke ecur, s'kam pas mundësi. Për motorin e fikët sot? E fikët motorin sot? Po. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, paralajmëroi pranverë protestash në Shqipëri kundër qeverisë. Thirrja jonë është menjëherë të reflektohet kërkesa qytetarëve për uljen e taksës qarkullimit. Menjëherë të rikthehet çmimi i energjisë aty ku ishte dhe të plotësohet premtimi elektoral për uljen e çmimit të energjisë me 16%, ashtu siç e premtuan fushat. Nëse këto thirrje nuk reflektohen, protestat tona do të vazhdojnë, jo vetëm deri në ndryshimin e buxhetit, por deri në ndryshimin e qeverisë. Në tregjet ndërkombëtare është reflektuar rënja e çmimit të naftës, ndërsa në Shqipëri për shkak të taksave të larta dhe abuzimeve në treg, 1 litër karburant shitet 165 lek, afërsisht 60 lek më shtrenjtë se në vendet e rajonit. Fillojnë edhe procedurat e reja për zhdoganimin e mallrave, të cilat pritet të shkurtojnë në 10 minuta kohën e zhdoganimit. Kryeministri Edi Rama theksoi se në këtë mënyrë të gjitha pikat e hyrjes dhe të daljes së mallrave në Shqipëri nuk do të shërbejnë si pika torturash dhe pengmarrje. Doganat kanë filluar zbatimin e një procedure të re për zhdoganimin e mallrave, e cila pritet të reduktojë orët e gjata të pritjes për bizneset. Përmes përzgjedhjes pa kontroll doganor ose e njohur ndryshe si kanali jeshil, do të synohet shmangja e çdo barriere administrative si dhe mbi të gjitha, shmangja e kontaktit fizik mes doganjerit dhe biznesit. Kryeministri Edi Rama theksoi se në këtë mënyrë të gjitha pikat e hyrjes dhe të daljes të mallrave në Shqipëri nuk do të shërbejnë më si pika trotuaresh dhe pengmarrjeje. 10 minuta punë për të mbaruar punë pas një epoke ku në letra minimumi ishte 3 orë, po në realitet shkonte edhe 3 ditë. Dhe njëkohësisht raportin korrekt me ligjin të gjithë atyre sipërmarrjeve shqiptare që janë torturuar nëpër dogana dhe janë torturuar përballë gjithë farë lloj hajdutësh dhe sekserësh. Ndërsa për Ministrin e Financave Shkëlqim Cani, ky aplikacion i ri sjell përfitim për biznesin dhe lufton korrupsionin. Përfitimi është i përbashkët, pra biznesi përfiton në kosto, në bariera, në kohë që është shumë e rëndësishme, po njëkohësisht dhe dogana fiton se në vend që të merret me të gjithë kontrollet siç bën sot 100% kontrolle, do të ulet në mënyrë të dukshme numri i kontrolleve. Kjo procedurë mundëson edhe shmangjen totale të kontrollit dokumentar dhe kontrollit fizik të mallrave, si dhe u jep mundësinë bizneseve me rekorde të mira të thjeshtojnë procedurat e zhdoganimit të mallrave. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka kërkuar bashkëpunim mes prokurorisë dhe Shërbimit Informativ Shtetëror për të ulur korrupsionin në polici. I ftuar në analizën vjetore të policisë, kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare Spartak Braho kritikoi punën e inspektorëve të zonave për parandalimin e krimeve.
Ministri i Brendshëm Samir Tahiri në analizën vjetore të punës së Policisë së Shtetit kërkoi bashkëpunim me SHISH dhe prokurorinë për të ulur korrupsionin në radhët e punonjësve të policisë. Asnjë dyshim që lufta kundër korrupsionit brenda Policisë së Shtetit mbetet një sfidë shumë e madhe. Vetëm gjatë vitit 2014, gati 11% e gjithë efektivit Policisë së Shtetit i është nënshtruar procedimit penal apo procedimit disiplinor, dhe kjo tregon nga njëra anë gjendjen në cilën e gjetëm Policinë e Shtetit, por nga ana tjetër tregon vullnetin ton të qartë për ta kthyer Policinë e Shtetit në një trup të pastër dhe larg praktikave korruptive apo abuzuese me detyrën. Ndërkohë, kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, Spartak Brao, u tregua kritik për mënyrën se si shërben inspektorët e lagjeve. Sipas Braos, është përgjegjësia e tyre parandalimi i krimit. Veproni më shpejt me ata që ne kemi quajtur në mënyrë figurative sherifët e lagjeve, e rajoneve. Patjetër duhet të ndërmarrim apo të organizojmë më mirë punën me ata që ne i quajmë punëtor policie lagjesh. Ata janë thelbi i punës parandaluese. Ata janë në kontakt përditshëm me popullit, me njerëzit, me krimin, me shkeljet. Në analizën vjetore të Policisë së Shtetit u radhitën një sër arritjesh për gjatë vitit 2014, mes tyre ndërhyrja në Lazarat dhe Dukagjin të Shkodrës. Mirë, fokusohemi tani tek zhvillimet nga Greqia lidhur me situatën politike post-zgjedhore. Aty, kryetari i Partisë Syriza, Aleksis Tsipras, bën betimin si kryeministër i ri i vendit dhe mandatohet për krijimin e kabinetit të ri qeveritar. Të njohurit si grupimi i pavarur ka garantuar mbështetje në parlament për kryeministrin e ri, duke i dhënë kështu 162 vota të mjaftueshme për një qeverisje të qëndrueshme. Aleksis Tsipras bën betimin në presidencë si kryeministri i Greqisë. Përballë presidentit Karolos Papoulios, ai ka marrë detyrën për krijimin e kabinetit të ri qeveritar. Tsipras ka thyer dhe një nga traditat e kryeministrave të mëparshëm, betimi përpara kreut të kishës ortodokse të Greqisë. Partia ekstremit të majtë grek Siriza ka gati koalicionin e ri qeveritar. Në orët e para të mëngjesit, kreu i saj, Aleksis Tsipras, është takuar me të pavarurit duke konkretizuar dhe bashkëpunimin kundër masave shtrënguese. Në këtë kushte, koalicioni i ri qeveritar do të ketë 162 vende në parlament, çfarë garanton dhe stabilitet në qeverisje. Në përfundim të procesit zgjedhor, Siriza arriti të sigurojë 149 vende në parlament, ndërkohë që të pavarurit siguruan 13 deputet. Unë dua të lajmëroj se nga ky moment ka një qeveri në këtë vend. Grekët e pavarur i japin votbesimin kryeministrit Aleksis Tsipras. Kryeministri do takohet sot me presidentin për të marrë detyrën dhe ai do të lajmërojë përbërjen e kabinetit të ri qeveritar, në të cilën do të marrin grekët e pavarur. Pas shpalljes së fitore në zgjedhjet e përgjithshme, kryetari i Partisë Siriza Aleksis Tsipras premtoi të jap fund 5 vjet poshtrim dhe dhimbje për Greqinë. Greqia lë pas 5 vite poshtërim dhe tashmë merr frymë me dinjitet drejt BE-s. Do të fillojë me punë të madhe pas këtij vendimi të popullit grek. Mbyllet një kapitull i varfërisë së vendit tonë, duke lënë pas kujtimet e varfërisë dhe katastrofës. Trojka për Greqinë tashmë është një e kaluar. Nuk ka fitues dhe humbës, por sot kemi mposhtur oligarkinë. Tsipras u angazhua për të rinegociuar dhe njëherë planin e shpëtimit nga falimenti. Demokracia e re, partia e Samaras, e cila humbi dhe zgjedhjet, u radhit e dyta. Greqia ka kryer shkurtime në buxhet në këmbim të fondit të shpëtimit për rreth 240 miliardë euro. Ekonomia është vendosur në kushtet e vështira që nga kriza financiare vitit 2008 dhe rritja e papunësisë ka çuar shumë grek në varfëri. Mirë, rikthehemi në vend dhe flasim për shëndetin. Higjen dhe shëtitje është këshilla e mjekëve për të përballuar virozat e stinës që gjatë kësaj kohe në fakt kanë krijuar flukse edhe në spitale. Vështirësitë në rrugët e frymarrjes dhe dhimbjet e veshit janë simptomat e këtij virusi gripale. Shohim bashkë këtë speciale të përgatitur nga gazetarët tanë. Stina e dimrit, për shkak të temperaturave të paqëndrueshme dhe motit me lagështirë,
ka shtuar numrin e pacientëve të prekur nga viruset gripale. Mjekët këshillojnë shëtitje në natyrë dhe kujdes të rrept të higjienës. Duhet që të eliminojmë qëndrimin në vende të mbyllura, sidomos në lokale, pasi dhe përqindja e virusit të gripit në ambientet e mbyllura është më e madhe. Duhet që të lajmë duart pas çdo here që kapim. Një nga mjetet që neve na e transmeton gripin më shumë janë celularët, është pulti, është kompjuteri, që neve nuk i japim rëndësi. Ndaj, larja duarve para çdo prekje, para çdo ngrënie duhet që të jetë e detyruar në periudhën e gripit. Ne këshillojmë që të smurët që janë me grip nuk duhet të përdorin aspirin. Vështirësitë në rrugët e frymarrjes dhe dhimbjet e veshit janë simptomat e virusit gripal, por mjekët tërheqin vëmendjen e pacientëve për të marrë trajtimin e duhur mjekësor. Të mirë është të këshillojmë pacientët që asnjëherë të mos marrin antibiotikët pa recetën e mjekut. Kur dhimbja e veshit nuk qetësohet nga antibiotikët topik me pika që mund të marrim në vesh. Pra kur gjendja përkeqësohet, mirë është të mos ngelemi vetëm në përdorimin e mjekimeve simptomatike, por të kalojmë në mjekime të cilat do të jepen nga mjeku specialist. Gjithmonë pacientëve me patologji të veshit të brendshëm do t'ju këshillojmë një dietë pa alkool, pa duhan, pa krip dhe pa kafeinë. Mjekët rekomandojnë edhe injektimin e vaksinës për grup moshat më të rrezikuara nga viruset, si fëmijët dhe të moshuarit. Fjalori udhëzues për misterin e dosjeve është libri më i fundit që vjen për publikun nga Bashkim Shehu, djali i ish kryeministrit që le themi udhëhoqi gjatë periudhës komuniste, gjatë periudhës së diktaturës, pikërisht Mehmet Shehu. Ky libër vjen në formën e një fjalori ku radhiten disa nga personazhet e regjimit të kaluar. Misteri i dosjeve vjen për publikun në dritën e Bashkim Shehut, djalit të ish kryeministrit më jetëgjatë të diktaturës Mehmet Shehut. Në ambientet e Akademisë së Shkencave, Bashkim Shehu ka promovuar librin e tij më të fundit, Fjalori udhëzues për misterin e dosjeve. Për shkrimtarin është një rastësi që ky libër vjen në një kohë që pas disa ditësh Parlamenti do të shqyrtojë ligjin për hapjen e dosjeve. Përfundimi i këtij romani përkon me shpalljen që do hapen dosjet. Unë kam mbaruar pak përpara se sa të shpallën që do hapen dosjet. Dhe botimi i tij përkon me atë që përkon me diçka që do të kryhet në këtë ndërtesë, por një sallë me hyrje ku hyhet nga një hyrje tjetër, javënashme ku me sa di unë do diskutohet projekt ligji për hapjen e dosjeve. Ky libër vjen në formën e një fjalorthi kur radhiten disa nga personazhet e regjimit të kaluar. Të gjitha këto lidhen së bashku për të sjellë në fokus jetën e tyre dhe misterin e dosjeve. Përfundon këtu edhe bloku i zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Për pak minuta si gjithmonë do t'jeni në shoqërinë e rubrikës së fundit në Infomorning, si çdo ditë tjetër kalendari historik. Bashkë do të ndajemi këtu me urimin e përditshëm, një ditë të mbarë të gjithëve. Më 27 janar të vitit 1967, 3 astronautë amerikanë humbën jetën nga zjarri që përfshiu anijet e tyre në hapësirën Apollo gjatë një prove në tokë. Astronautët Virgil Grissom, Edward White dhe Roger Chaffee po bënin provën e lëshimit të anijes me të cilën ata do të qëndronin në orbitën e tokës për 14 ditë. Për shkak të një defekti, astronautët u dogjen brenda anijes në pamundësi për të dalë. Ekipet e shpëtimit nuk mund të afroheshin atyre për shkak të nxehtësisë së madhe dhe tymit të dendur. Aksidenti përbënte një dështim të përkohshëm për programin Apollo, i cili kishte për qëllim dërgimin në hënë të anijes para fundit të dekadës. Dërgimi i njerëzve në hënë u bë realitet 2 vjet e gjysmë më vonë, me 20 korrik 1969. Më 27 janar të vitit 1756, lindi Wolfgang Mozart, kompozitor austriak. Mozart ishte një kompozitor i epokës klasike. Është një prej më të mpretëve dhe kompozitor të muzikës më të përhapur në të gjitha kohërat. Një fëmijë jashtëzakonshëm prej një familje muzikantësh, ai bëri kompozim që në moshën 4 vjeçare. Baba i tij ishte gjithashtu kompozitor dhe disa pjesë për piano të Mozart. Kryesisht duete dhe pjesë për piano, ai shkroi për të luajtur së bashku me motrën e tij. Mozarti jetën e tij e jetoi më së shumti në Vjenë, por udhëtoi në Europë në mënyrë të gjerë. Punonte si i zjarrt dhe suksesi i kthehet para vdekjes së babait.
Flauta magjike mund të përbojë motiv në kuptim të mirë masonik. Dy ngjyrime arje në një oper, Mbretëresha e natës, janë rritje emocionale. Në të shumtën e punës së tij, Mozart shkroi një bukuri për zorin e njeriut në violinë e pianoforte. Ai është njohur e periudhës romantike. Simfonitë e tij të fundit mbështillen me karrierën e periudhës së tij stilit si kompozitor. Ai gjithashtu mundi të shkruajë në ditë një punë të tërë nga shfaqja e tij e parë skenike.